Të dashur shqiptar është gjë shumë e mirë kur je i rrethuar nga nëpërka, sepse instinkti i vetmbrojtjes, i mbijetesës, menjëherë zgjohet dhe ti arrin të kuptosh që ke jetuar në një botë paralele. Ose në fakt, nuk ke jetuar fare. Ke qenë një zombi. Por në qoftë se nuk afrohet nëpërka, ti nuk zgjohesh kur. Dhe nëpërka është zgjarpri më helmues në gadishullin hyllyrik, që nuk vjen nga fjala yll, por nga fjala syshtrembër në gjuhën greke. Pra, kur të zgjohesh një ditë me si çakër e thuash, unë jam hyllyri, prit t'i drejtoj pak syt. Ç'është kjo nëpërk? Këto janë nëpërkat greke. Këto nëpërka kanë gjetur, prit marr pak frym, një toponim në Vlorë që quhet Çeçenicë. Merr frym thellë, është shqiptar. Në zemër të Vlorës, në përkat greke, kanë zbuluar toponimin Çeçenica. Ngjashëm me emrin e motrës së Skënderbeut, Mamica. Sa bukur. Çfarë mrekullie. Tani kuptoni përse zonja Elena Kocaqi thot që mediat greke thonë që ne vime nga Kaukazi. Ta them të drejtën, deri në këtë moment është viti 2026, unë nuk e kam ditur përse grekët thonë që ne vim nga Kaukazi. Dhe arsye pse grekët thonë që ne vim nga Kaukazi është se pranë qytetit të Vlorës ndodhet një fshat i vogël, ndoshta ndonjë pus i harruar me emrin Çeçenica. Një lloj si Mamica, të dashur shqiptar, motra e Gjergj Kastriotit, sepse dhe ai nënën serbe e kishte, i dashuri ynë Gjergji, që ju dhuroi toka tona arbërore serbëve. Tani, unë nuk do merrem me këtë që Gjergj Kastrioti mbrojti Serbin nga forcat turke. Nuk është detyra ime ta gjej këtë gjë, që ai sakrifikoi kombin shqiptar dhe 500 vjet të një pushtimi të rënd turk, që ne të mos të mësojmë shkrim e këndim, të mos ta dim që emrat e fshatrave tona janë serbe të gjitha. Po Çeçenica nuk është serbe, po vjen nga emri Çeçnja. Merrin frym thellë. Çeçenët kanë arritur në Vlorë. Por kur kanë arritur në Vlorë çeçenët, do thoni ju? Emri Çeçenja është shfaqur për herë të parë në shekullin e 16, kur forcat e perandorisë ruse sulmojnë perandorinë Sasanite, që quhenin ata. Dhe banorët aty i quheshin Sasana në gjuhën iraniane, sepse ishin toka të iranianëve, pjesë të perandorisë së lashtë iraniane Sasanite. Dhe banorët quheshin Shashan nga sovjetikët më vonë, në shekullin e 20, mbi zotëroi emri Shashan. Nga emri Shashan, në një dialekt të këtyre zonave të Kaukazit, ka ardhur emri Çaçan dhe Çeçen. Pra ka qenë Shashan, Shashanitët. Dhe ka mbetur ky emër nga shekulli 16. Pra, Çeçenët kanë ardhur në Shqipëri mbas shekullit 16. Dhe në fillim këto luftuan me mbetjet e perandorisë së lashtë Sasanite. Pastaj këto zona u pushtuan nga perandoria otomane. Pra, rusët luftuan kundër otomanëve, imposhtën ata 2 herë dhe kanë përzënë 80% e popullsisë. Kështu lindi pastrimi etnik, në fakt, nga rusët, ka lindur si koncept. Dhe këta çeçenë të mirë u quajtën muhaxhir nga turqit dhe shkojnë ata dhe vendosen kudo në Anadol, dhe një pjesë e tyre ka ardhur edhe në Vlorë, çeçenët. Dhe kanë ngritur një fshat Çeçenica.
Ata janë shkrirë me shqiptarët, janë martuar, prandaj në kokën tonë kemi të rumbullakët. Kjo është koka çeçene, që ta dini ju. Koka që ka shqiptari quhet kokë e rumbullakët. Dhe asnjë përkrenare i lire juve nuk ju bën, sepse ka ndryshuar ndërtimi fiziologjik i shqiptarëve. Në kuptoni apo jo? Këtë kanë gjetur gazetarët grek dhe kanë botuar në gazetat e tyre në momentet kur u hap Shqipëria. Dhe na quajnë neve çeçen edhe njerëz të Kaukazit. Ne nuk dinim gjë fare, as ju nuk dini. Absolutisht. Dhe as Elena Kocaqi nuk di gjë përse ne na quajnë ata çeçen. Nga një toponim i vogël në një fshat të Vlorës. Nuk ekziston asnjë vend tjetër. Nëse do ta gjeni në Kosovë, në Maqedoni, në Malinezi ose në Çamëri, ju lutem më shkruani, por unë kam kërkuar me mira toponime në Shqipëri dhe kam gjetur vetëm në Vlorë. Por e kam gjetur sepse e ka gjetur pikërisht një minoritar. Ose ka shpikur. Po sikur ta ketë shpikur, sepse nuk ekziston në dokumentat e qeverisë komuniste fjala Çeçenia nuk ka. As në dokumentat turke nuk do ta gjeni. Pra ky ekziston si toponim, mund të jetë emri ndonjë pusi të vjetër, ju i dini se sa të poshtër janë grekët, kanë shkuar dhe kanë vënë toponimet e tyre në piramidat e Egjiptit, që ta dini, do të shikojmë në filma të tjerë. Kanë vënë bishkrime greke, a thua se ata i kanë ndërtuar piramidat. Pra, edhe ata kanë lënë bishkrimet e tyre në Byllis, kuptoni apo jo, në Shkodër, në Lezhë, në Durrës, thjesht kanë lënë bishkrime. Ku e dim ne se kanë banuar atje grek? Ata thonë që janë tashti qytetet e tyre, ndërsa në Vlorë kanë shkruar që është Çeçenica. Po e dim ne që është vend Çeçenic? Unë s'dia gjë. Kam kërkuar, se po t'ishte në një vend do dilte diku tjetër. Nuk ka. E kanë vënë atë, vetë, grekët, si toponim, për të na poshtëruar neve, në përkat greke, për të thënë që ne jemi çeçen. Nuk ka asnjë lloj lidhje gjuha shqipe me gjuhën çeçene, absolutisht fare. Janë gjuhë komplet të ndryshme, të familjeve të ndryshme. Nuk kemi asnjë fjalë çeçene në gjuhën tonë, përveç këtij toponimit, një emër i një pusi të vjetër. Ndoshta atje shkonin grekët me drilonin e tyre për të na helmuar. Na kanë hedhur kos, na kanë helmuar grekët neve, që nga shekulli 8 para erës sonë, vazhdojnë të helmojnë puset tona dhe unë ju them. Kujdes nga kosi grek, të bën dëm, në fakt ne duhet ta ndalojmë me ligj pirjen e kosit. Kush pi kos duhet dënohet me burgim të përjetshëm. E pra, grekët tani kanë propozuar të ndryshojnë këtë toponim Çeçenic, që nuk ekziston fare, e kanë shpikur ata, me një toponim grek në Vlorë. Sepse, sipas një ligji të miratuar nga Partia Demokratike, që është parti greke, në fakt, edhe serbe, në vitin 2007, bashkiakët mund të ndryshojnë emrat e toponimeve pa miratimin e parlamentit dhe pa miratimin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Në çdo vend të botës, Akademia vendos për toponimet, në çdo vend të botës, përveç Shqipërisë, bashkiakët mund të na mbushin e buzët me kos, vetë bashkiakët. Me një drilon, bashkiaku të pikturon me kos. O shqiptar, fshije kosin nga buzët, janë mbushur me kos. Në përkat greke, na kanë vënë në toponimin Çeçenica. E kanë futur në librat e tyre, e kanë futur në dokumentat e tyre, por nuk ekziston në perandorinë turke. Në qoftë se ka ekzistuar, atëherë kanë ardhur në Shqipëri mbas shekullit të 16, kur 80% e çeçenëve u përzun nga tokat e tyre prej carit rus. Tani u bëni ç'të doni, por unë them që urgjentisht unë duhet të ftohem në Shqipëri me një status të veçantë, të ngrem një lloj spaku gjuhësor, të heqim të gjitha toponimet slave, edhe sidomos greke, të ndyra greke nga Shqipëria.
Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.